Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ushqimi që po habit mjekët, hani 2 vezë çdo ditë për 1 muaj, do zgjidhni problemin tuaj më të madh. Sipas studimeve të shumta, mëngjesi është shumë më i mirë dhe duhet të përfshini 1 vezë në çdo formë, edhe nëse është e zgjerë ose një omlet. Në këtë video, sipas Bright Side, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore nga konsumi i 2 vezëve çdo ditë. Ulin rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare. Kolesteroli i lartë është shumë i rrezikshëm pasi i jep një mundësi më të lartë për ndonjë problem kardiovaskular ose sulm në zemër. Vezët nuk mund të rrisin kolesterolin në nivele të larta. Vezët gjithashtu përmbajnë një sasi të lartë të acideve yndyrore omega 3, të cilat zvogëlojnë nivelin e triglicerideve në gjak. Ju keni mundësi në të acidit folik dhe keni një rrezik më të vogël për ndonjë defekt të lindjes. Një vezë në ditë është plot me vitaminë B9. Kjo vitaminë quhet gjithashtu si acidi folik. Nëse keni mungesë të acidit folik gjatë gjithë shtatzanisë, ju mund të dëmtoni sistemin tuaj nervor qendror të fëmijës së palindur, por edhe trurin dhe kurrizin e tij. Ngrënia e vezëve do të furnizojë sasinë e mjaftueshme të acidit folik për ju. Procesi i plakjes është duke u ngadalësuar. Sipas një studimi të Cartier, e cila është një qendër mjekësore e vendosur në Berlin, konsumi i disa vezëve me rreze të lirë mund t'ju ndihmojë kundër problemeve të lëkurës dhe të zvogëlojë procesin e plakjes. Ulëntuesit profesor Jürgen Lademan nga Dr. Caroline Hestberg arritën në provimin se vezët nga pulat me rreze të lirë ishin plot me nivele të rritura të pigmenteve të verdha organike, të cilat janë të bollshme në karotenoide që janë antioksidantë. Këto janë veçanërisht të dobishëm në procesin e plakjes dhe ngadalësojnë atë. Trupi ynë nuk mund të prodhojë karotenoide në vetvete, kështu që një burim i mirë për ne do t'i marrim ato përmes ushqimit. Zvogëlohet gjithashtu rreziku i radikaleve të lira. Sipas një studimi të kërkimit për kancerin e gjirit, konsumi i përditshëm i vezës do të zvogëlojë rrezikun e radikaleve të lira dhe mundësinë e prekjes nga ky problem me 18%, sidomos te vajzat adoleshente. Veza është e mirë për mëlçin, flokun dhe lëkurën tuaj. Vitamina B12, proteina dhe biotina janë të gjitha pjesë e rëndësishme e vezës. Në vezë kemi nevojë për të gjitha këto për të pasur lëkurën rrezatuese dhe flok të shëndetshëm. Vezët përmbajnë squfur dhe proteinë, të cilat janë shumë të mira në rastin e flokut të dobët. Vezët janë gjithashtu të bollshme në lektin dhe kjo është veçanërisht e mirë për problemet të zorrës dhe ju ndihmon gjithashtu në procesin e detoksifikimit. Sytë tuaj do të mbeten më të shëndetshëm. Fal elementeve dhe vitaminave që përmbajnë vezët, ato do të kthehen në një aleat të mirë të organizmit tuaj, dhe ekspertët këshillojnë në konsumin e 1 deri në 2 vezëve çdo ditë, kryesisht në formën e zjerë për të marrë edhe përfitimet për shëndetin e syve. Vezët gjithashtu ju ndihmojnë të keni një shikim më të mirë. Ato përmbajnë mjaft zeakanthin, vitaminën A dhe lutein, të cilat janë jashtëzakonisht të dobishme për shëndetin e syve dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sipas studimeve të shumta, mëngjesi më i mirë duhet të përfshijë 1 vezë në çdo formë, ose të zjerë ose omlet, dhe kështu përfitimet e saj do të jenë të dyfishta, kryesisht edhe në formën e zjerë veza këshillohet më shumë. Mëngjesi tipik i shumë anvisave shqiptare përfshin edhe vezën. Ato na serviren të zjera ose të skuqura në forma të ndryshme. Veza është një ushqim i shkëlqyeshëm. Ajo kombinohet shumë më mirë me gatime siç është buka e thekur dhe avokado, supa me oriz, tava me spinaq ose dhe ëmbëlsira. Siç duket, gjatë një jave njeriu arrin të konsumojë shumë vezë dhe natyrshëm lind pyetja: cilat janë përfitimet e saj? Vezët janë gjithashtu shumë të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vezët janë ndonjë ndër ushqimet më të shëndetshme në botë. Mjekësia ka kohë që ka klasifikuar vezën si një ndër natyrat më të mira të kontrollit të shumë gjendjeve shëndetësore. Ditëve të sotme, problemet me zemrën janë ndër më serioze dhe më të zakonshme në mesin e personave të gjitha moshave. Ajo çfarë është e frikshme është fakti se çrregullimet e zemrës e rrezikojnë më shumë nga vdekja e personit.
Sipas Universitetit të Harvardit, vezët përmbajnë lëndë ushqyese të cilat nuk ngrenë nivelin e LDL-s, pra kolesterolin e keq në trup, por e kontrollojnë atë. Duke konsumuar 2 vezë çdo ditë, ju do të përmirësoni shikimin, përmirësoni fertilitetin, promovoni humbjen e peshës dhe stimuloni gjithashtu edhe funksionet më të mira të shëndetit tuaj të trurit. Vezët janë në një burim i shkëlqyer i proteinës, janë të larta në vitamina, minerale, duke përfshirë vitaminën A, B12, vitaminën D, jod dhe folat. Fëmijët duhet të hanë të paktën një vezë në ditë, pas janë të pasur me ekur, me folat, proteinë, acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë gjithashtu në rritjen e qelizave të zhvillimit të trurit dhe përmirësojnë kërkesat e tyre ditore për proteina. Një i rritur tipik i moshuar mund të hajë 7 vezë në javë. Forca e kockave bie me kalimin e moshës dhe vezët përmbajnë vitaminën D, e cila ndihmon trupin të përthithë kalcium në shëndetin e kockave. Të verdhat e vezëve përmbajnë antioksidantë si luteina dhe zeakanthina, të cilat reduktojnë rrezikun e problemeve degenerale të muskujve. Vezët mbartin vlera të jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njeriut. Sipas informacioneve të health.com, ato bëjnë pjesë në listën e 10 super ushqimeve më të rëndësishme për shëndetin dhe organizmin. Vezët ofrojnë proteinë cilësore të plota. Një vezë përmban 9 aminoacide esenciale që përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Vezët përmbajnë 6 gram proteinë dhe gjysma e saj gjendet tek e bardha e vezës. Vezët janë të pasura gjithashtu me ushqyes. Një vezë e vetme ofron proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të dobishme. Këtu përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12, antioksidantë të cilët mbajnë qelizat të shëndetshme. Vezët ulin gjithashtu edhe problemin tuaj të triglicerideve. Niveli i triglicerideve duhet të jetë i ulët për një shëndet më të mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasur me acide yndyrore si omega 3, duket se kanë aftësinë të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët ulin gjasat për shfaqjen e ishemisë. Studimet sugjerojnë se një vezë në ditë ulë rrezikun e ishemisë. Sipas një studimi të cilit i referohemi, njerëzit që hanë një vezë në ditë janë në 30% më pak të rrezikuar nga humbja e parakohshme si pasojë e ishemisë. Vezët janë shumë të mira për shëndetin e zemrës. Njerëzit që hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ato që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër të shëndetshme falë një regjimi ushqimor kur përfshihet veza. Studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Vezët të ngopin më shpejt. Njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë ditës. Por llogaritje shkencore tregojnë se personat që hanë një vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët janë të mira për shëndetin e syve. Antioksidantët e vezës mbrojnë shëndetin e syve dhe parandalojnë sëmundje të ndryshme. Antioksidantët gjenden edhe te barishtet, por vezët janë një burim shumë i mirë falë yndyrnave që lehtësojnë përthithjen e tyre. Vezët janë të mira për një mendje më të mprehtë. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë e veçantë për shëndetin e trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj do të marrë mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës do të shkaktojë përkeqësim të kujtesës dhe probleme të shëndetit tuaj njohës. Është provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është minerali më i rëndësishëm për shëndetin e trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese, mungesa e të cilës çon në deficiencë të kujtesës. Vezët e pulave janë të pasura me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mprehtë. Me mungesën e këtij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeqësohet në mënyrë të pakthyeshme. Një vezë ju ofron një personi edhe vitaminën D për ta absorbuar më mirë kalciumin. Prandaj përfshirja e vezëve në dietën tuaj do të ofrojë shumë përfitime. 1 deri në 2 vezë në ditë nuk kanë efekte negative nëse merreni edhe me aktivitete. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.